Horoskopi ditor, 20 nëntor 2025, dashi, Merkuri në retrograd po prek shtëpinë tënde të tetë, prandaj është koha të rishikosh paratë që ndan me të tjerët, borxhet, angazhimet dhe çdo gjë që lidhet me përgjegjësi të përbashkëta. Sot kemi edhe një hënë të re në këtë zonë, ndaj fillon një cikël i ri për ty, shans i mirë për të marrë kontrollin dhe për të bërë pastrim të thellë në jetën tënde. Javët në vijim janë perfekte për të çliruar veten nga një zakon i keq, një frikë, një mendësi e rëndë apo diçka që të ka mbajtur peng. Mund të jetë diçka shumë praktike, si të largosh borxhet apo rrëmujën, ose diçka më e brendshme, si të shërosh një plagë të vjetër, ndërsa dita ecën, energjia bëhet më e lehtë. Je më i hapur për shoqëri, ide të reja, mësime, biseda të mira dhe bashkëpunim. Grupi, miqt, ëndrat dhe projektet e përbashkëta të japin frymëzim. Njerëzit të dëgjojnë, të vlerësojnë dhe madje mund të shohin si person që hap rrugë të reja. Në përgjithësi, ditë për të hequr barrat dhe për të hapur dyrë të reja. Demi, edhe pse dita të shtyn të kërkosh më shumë siguri dhe angazhim nga të tjerët, sot është më e mençur t'u japësh hapësirë njerëzve dhe të fokusohesh te gjërat që mund t'i kontrollosh vetë. Hëna e re ndes sektorin e marrëdhënieve të tua. Ndaj fillon një cikël i ri në çift apo në bashkëpunime. Është moment i mirë për t'u qasur ndryshe një lidhjeje ose për të ndryshuar qëndrimin tënd ndaj partnerit. E sheh më qartë se çfarë të duhet, çfarë nuk duron më, dhe ku duhet bashkëpunimi vërtet. Dëshira për harmoni dhe për t'u afruar me dikë është e fortë. Një fillim i ri mund të vijë vetëm nga një qasje më e qetë, më e hapur dhe më e guximshme. Mund të ndodhë një bisedë shumë e rëndësishme, ose dikush mund të japë një këshill që të ndryshon këndvështrim. Më vonë gjatë ditës, energjia kalon tek puna. Ke marrëdhënie të mira me kolegët dhe personat në pozita më të larta. Bashkëpunimi ecën mirë dhe ti arrin të planifikosh me qetësi dhe të marrësh vendime të zgjuara. Në përgjithësi, ditë për qartësi në marrëdhënie dhe organizim të fortë në punë. Binjakët, Merkuri në retrograd në sektorin e punës dhe shëndetit të kthen pas për të rishikuar rutinat e tua, mënyrën si punon dhe si kujdesesh për veten. Por sot kemi edhe një hënë të re në të njëjtin sektor, që do të thotë se po hapet një fillim i ri. Ti shikon pas për të kuptuar gabimet, por njëkohësisht shikon përpara me ide më të qarta dhe më të forta. Ke energji të mirë për të përmirësuar programin tënd të shëndetit, ushqimit dhe aktivitetit fizik. Mund të vijë dëshira të rregullosh shtëpinë ose ambientin e punës, ose të rikthesh një projekt të vjetër dhe ta përfundosh si duhet. Kjo periudhë është perfekte për të rregulluar, për të redaktuar dhe për të përmirësuar, jo për të nisur gjëra krejt të reja. Më vonë gjatë ditës, dita bëhet më sociale dhe më pozitive. Idetë që ndan me të tjerët sjellin frymëzim dhe ndihmë. Mund të ndihesh i motivuar të punosh për një kauzë që të ka rëndësi ose të përfshihesh në biseda që të japin energji dhe qartësi. Në përgjithësi, ditë për organizim, shëndet më të mirë dhe ide të zgjuara që vijnë nga bashkëpunimi. Gaforja, Merkuri në retrograd po prek shtëpinë tënde të pestë, ndaj krijimtaria, romanca dhe dëshira për të shprehur mund të kenë lëvizur ngadalë këto ditë. Nuk është bllokim, është riorientim. Po mendon ndryshe, po shprehesh ndryshe dhe po kërkon një mënyrë më të vërtetë për të qenë ti. Hëna e re e sotme të jep shtytjen që të duaj. Tani je në një pikë ku sheh qartë çfarë ke lënë pas dhe çfarë do të ndërtosh përpara, sidomos në romancë, hobitë e tua dhe projektet krijuese. Mund të rikthehet një ide e vjetër, një projekt i lënë për gjysmë, madje edhe një person nga e kaluara. Nuk është rastësi, universi po të tërheq të mbyllësh, të rregullosh ose të rilindësh diçka. Dëshira për të shprehur bukur dhe për të ndjerë i vlerësuar është shumë e fortë. Mund të vijë një ndriçim i papritur për një çështje romantike ose kreative, si një ide e madhe që nuk e prisje. Diçka që më parë dukej e paqartë, sot mund të marrë formë të qartë. Më vonë gjatë ditës, energjia të çon drejt analizës së thellë. Mund të kuptosh më shumë mbi motivimet e të tjerëve, mbi emocionet e tua, ose mbi një çështje financiare.
Intuita jote funksionon më fort se zakonisht. Në përgjithësi, ditë për shprehje kreative, ndriçim emocional dhe kthim të fuqishëm të pasionit. Luani, Merkuri në retrograd po prek shtëpinë dhe familjen tënde, ndaj çështje të vjetra, probleme të pambyllura apo plane të pasakta mund të rikthehen. Është momenti i duhur për t'i rishikuar dhe për t'i rregulluar. Jo për të shtyrë, por për t'i bërë si duhet. Hëna e re e sotme në të njëjtin sektor të jep energji të re dhe dëshirë për të marrë kontrollin në shtëpi. Javët në vijim janë perfekte për përmirësime, rregullime, pastrim, ndryshime në rutinë, organizim të hapësirës, madje edhe projekte më të mëdha si rindërtim ose rimodelim. Edhe marrëdhëniet familjare mund të forcohen duke parë pak prapa dhe duke nxjerrë mësime për të ndërtuar diçka më të qetë dhe më të qëndrueshme. Më vonë gjatë ditës, marrëdhëniet keqësohen në një kuptim të mirë, bëhen më të thella, më të sinqerta. Mund të ndjesh që zemra dhe logjika po bashkëpunojnë. Mund të frymëzoj dikush, ose një person ide mund të të ndezë emocionalisht dhe mendërisht, duke të shtyrë të rritesh. Në përgjithësi, ditë për të sistemuar jetën familjare, për të stabilizuar bazat, dhe për të frymëzuar nga njerëzit që ke pranë. Birgjëresha, Merkuri në retrograd po prek zonën e komunikimit, ndaj mund të ketë vonesa, keqkuptime, probleme me transportin, dokumentet apo informacionet që mungojnë. Nuk është periudha më e mirë për vendime të mëdha, por është perfekte për rishikim dhe përmirësim. Hëna e re e sotme në të njëjtin sektor të jep shtytje për të rifilluar një projekt, për të rishikuar një ide, ose për t'i dhënë jetë diçkaje që e kishe lënë pezull. Ke shumë ide, por nuk ke pse t'i zgjedhësh tani. Lëri të vinë, shënoj, dhe mos e detyro veten të vendos menjëherë. Mund të rikthehen kontakte të vjetra, një projekt i harruar, ose mund të ndodhë një problem i vogël teknik që të detyron të gjesh një mënyrë më të mirë për të funksionuar. Mund të zbulohet një detaj që ke humbur më parë dhe që ndryshon gjithë pamjen. Jemi në mes të ciklit të retrogradës, ndaj historia ende nuk ka mbaruar. Për momentin, shiko, dëgjo, analizo dhe merr shënime. Më vonë gjatë ditës, energjia stabilizohet. Bashkëpunimi në punë dhe në shtëpi shkon më mirë dhe ndihesh më i qetë në jetën e përditshme. Në përgjithësi, ditë për rishikim të thellë, vëmendje ndaj detajeve dhe ide që rikthehen me vlerë. Peshorja, Merkuri në retrograd po prek sektorin tënd të financave, ndaj mund të kesh nevojë të rishikosh buxhetin, të kontrollosh shpenzimet ose të merresh me sende të humbura apo të keq menaxhuara. Kjo periudhë është e mirë për të parë ku ke gabuar dhe për të gjetur zgjidhje praktike. Madje mund të zbulosh burime ose mundësi që nuk i kishe vënë re më parë. Hëna e re e sotme në të njëjtën zonë të jep energji të re për të vënë rregull dhe për të përmirësuar gjendjen financiare. Mund të vinë ide të shpejta për të bërë më shumë para, për të organizuar më mirë pasuritë tua, apo për të ngritur projektet që ke lënë pas dore. Mos i nxit, thjesht pranoj dhe analizoj një nga një. Mund të kthehesh te një projekt i vjetër, një bashkëpunim ose një mundësi që nuk funksionoi më parë. Nëse e ringjall tani, duhet ta bësh me qasje të re dhe me më shumë kujdes. Në përgjithësi, ditë për qartësi financiare, ide praktike dhe rikthim tek projekte që meritojnë një shans të dytë. Akrepi, Merkuri në retrograd në shenjën tënde të shtyn të shikosh pas, të analizosh, të rregullosh dhe të sqarosh çështje që ke lënë pezull. Është moment i mirë për të kuptuar veten dhe për të kthyer në rregull projekte që kërkojnë përmirësim. Hëna e re e sotme në shenjën tënde të jep energji të fortë për një fillim të ri. Prej kohësh ndoshta e ke ndjerë që ke nevojë për një rifillim dhe sot vjen mundësia. Je më tërheqës, më i dukshëm dhe me më shumë fuqi personale. Edhe pse nga brenda mund të kesh dëshirë të tërhiqesh pak, njerëzit e ndjejnë praninë tënde dhe energjinë tënde. Tani është koha të bësh ndryshime të forta. Diçka duhet lënë pas që ti të ecësh përpara më i lirë dhe më i sigurt. Çdo hap i vogël i marrë sot ka efekt më të madh se zakonisht. Mos haro, gjithçka që thua sot ka peshë më të madhe. Me që jemi në mes të retrogradës së Merkurit, zgjidh mirë fjalët, zgjidh mirë bisedat dhe mos e tepro me shpejtësinë. Në përgjithësi, ditë për rifillim, pastrim të së kaluarës dhe rritje të forcës personale.
Shigjetari, hëna e re e sotme ndodh në shtëpinë tënde të 12, zonën e brendshme dhe emocionale. Kjo të çon drejt qetësisë, reflektimit dhe dëshirës për të bërë paqe me veten. Mund të jetë një nevojë që e ndjen vetë, ose një shtytje nga rrethanat. Në javët e ardhshme mund të marrësh vendime të rëndësishme për çështje të së kaluarës. Nuk je i nxituar tani, në fakt, hezitimi të ndihmon të mos bësh hapa të pamenduar. Merr kohë, rregullo mendimet dhe dëgjoj intuitën. Kjo hënë e re të jep forcë të mbyllësh kapituj, të shërosh plagë të vjetra dhe të lirohesh nga barrat emocionale. Ëndrat, sinjalet e brendshme dhe ndjesitë e papritura janë të forta. Momente të vetmisë ose qetësisë do të bëjnë shumë mirë, por ndërsa kalon dita, do të ndihesh më i lidhur me njerëzit dhe më i kuptuar. Ti po ndjek rrugën tënde, me ritmin tënd. Por lajmi i mirë është se njerëzit përreth të mbështesin. Në përgjithësi, ditë për reflektim, qartësi të brendshme dhe mbyllje kapitujsh të vjetër. Britsjapi, Merkuri në retrograd në zonën e mejsive dhe projekteve shoqërore të shtyn të rishikosh lidhjet, bashkëpunimet dhe planet që ke me të tjerët. Nuk është kohë për hapa të mëdhenj, por është ideale për të qartësuar keqkuptime, për të rifreskuar marrëdhënie dhe për të rregulluar projekte që nuk kanë funksionuar si duhet. Hëna e re e sotme në të njëjtin sektor të jep një shtytje të fortë përpara. Të fton të hapesh ndaj njerëzve që të sjellin perspektiva të reja, ritëm ndryshe, ide të freskëta dhe më shumë larmi në jetën tënde. Mund të rikthehen miq të vjetër, ose dikush nga e kaluara mund të shfaqet dhe të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë. Ti ndihesh më i lidhur me komunitetin dhe kënaqësia emocionale vjen pikërisht nga bashkëpunimi, mbështetja dhe bisedat me njerëz që i vlerëson. Edhe një takim i rastësishëm mund të hapë syte për diçka të rëndësishme. Më vonë gjatë ditës, energjia kthehet tek financat dhe të mirat materiale. Ke ide të mira, të qëndrueshme dhe kreative se si të përmirësosh situatën tënde, si të menaxhosh më mirë paratë ose si të rritesh profesionalisht. Në përgjithësi, ditë për lidhje shoqërore të forta, rikthime të vlefshme dhe qartësi financiare. Ujori, hëna e re sot sjell një valë energjie të freskët për karrierën, përgjegjësitë dhe drejtimin e jetës tënde. Merkur retrograd në të njëjtin sektor të jep mundësinë të shohësh jo vetëm të kaluarën, por edhe të ardhmen, duke të ndihmuar të kuptosh se ku ke qenë dhe ku do të shkosh. Kjo është një kohë ideale për të bërë ndryshime të vogla dhe të mençura që përmirësojnë jetën profesionale dhe reputacionin publik. Sot je më i dukshëm dhe ndikues për të tjerët, fjalët dhe veprimet e tua kanë peshë të veçantë. Energjia e ditës inkurajon krijimtarinë, aktivitetet sociale dhe idetë inovative. Dikush mund të flasë në favorin tënd ose të mbështesë në një projekt të rëndësishëm, duke të dhënë një mundësi që të shfaqësh talentin dhe origjinalitetin tënd. Një mister i vogël në veprimet e tua mund të shërbejë, duke të bërë më intriguese për të tjerët. Sot është moment për vëzhgime të kujdesshme dhe strategji, jo për vendime të mëdha. Vlerëso çdo informacion që merr dhe çdo sugjerim që të ofrohet. Ata mund të jenë themeli i një ndryshimi të rëndësishëm në javët që vijnë. Peshqit, hëna e re sot ndriçon sektorin e aventurës dhe eksplorimit, duke të dhënë dëshirë për të zgjeruar përvojat dhe për të kuptuar më thellë qëllimin e jetës. Merkur retrograd në të njëjtin sektor të jep një perspektivë të veçantë. Mund të shohësh jo vetëm të kaluarën, por edhe të ardhmen, duke kuptuar se çfarë ka funksionuar më parë dhe ku dëshiron të shkosh. Kjo është një kohë ideale për të ndjekur projekte ose aktivitete që sfidojnë rutinën, udhëtime, aventura, mësime të reja ose eksperjenca jashtë të zakonshmes. Një paqëndrueshmëri e brendshme mund të bëjë të ndihesh pak të trazuar, por energjia për të vepruar është e fortë dhe motivuese. Sot mund të vijë ideja për të krijuar diçka të re duke përdorur përvojat e tua, ose për të parë situata që më parë i kishe injoruar nga një këndvështrim tjetër. Gjatë ditës, energjia të mbështet për situata që rrisin besimin tek vetja. Do të jesh më i aftë të shprehësh idetë dhe besimet shpirtërore në veprime konkrete, ose mund të vendosësh të ndihmosh dikë, madje edhe thjesht me një këshill të mençur.
Ndihma që i jep dikujt mund të të japë një ndjenjë kënaqësie të veçantë dhe të frymëzojë për të ndjekur më tej ëndrat dhe përvojat e tua.